Tensione dhe dhunë në Big Brother VIP Kosova, pritet përjashtimi i një konkurrenti, familja e Lionës ngre alarmin për presion psikologjik. Atmosfera në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova është tensionuar ndjeshëm orët e fundit, pasi është shënuar incidenti i parë serioz mes konkurrentëve. Protagonistë e përplasjes kanë qenë Londrimi dhe Klodiani, të cilët, ndonë se spektakli ka vetëm pak ditë që ka nisur, kanë kaluar përtej komunikimit verbal. Në pamjet e publikuara, shihet momenti kur Londrimi i afrohet Klodianit dhe e prek në kokë. Situata ka agravuar menjëherë, kur pas paralajmërimit të Klodianit për të mos e prekur, Londrimi e ka përsëritur veprimin, këtë herë duke e kapur me forcë për flokësh. Tashmë pritet të shihet çfarë vendimi do të marrë vëllai i madh, pasi rregulloria për situata të ngjashme është e qartë dhe masa ekstreme si përjashtimi nuk përjashtohet. Ndërkohë, një tjetër shqetësim ka ardhur nga familja e Lionës, vajza 18 vjeçare që hyri në program për të sfiduar veten. Sipas deklaratës së familjarëve të saj, Eliona po përballet me sjellje që ata i konsiderojnë të papranueshme dhe të dëmshme për gjendjen e saj emocionale. Përmes një reagimi urgjent, familja e Lionës kërkon ndërhyrje të menjëhershme nga produksioni, pasi vajza e tyre, sipas tyre, është vendosur shpesh në presion psikologjik, intimidim dhe veprime penguese nga disa banorë. Kemi ndjekur me shqetësim të madh disa situata ku Eliona është vendosur në presion psikologjik. Veprime që përfshin intimidim, heshtje të detyruar ose veprime fizike penguese ndaj saj janë të papranueshme për ne si familje, thuhet në deklaratë. Familja thekson se nuk bëhet më fjalë për lojë, por për veprime që rrezikojnë mirëqenien e saj duke pasur parasysh edhe moshën e re të Elionës. Eliona është aty për të konkurruar, jo për të përballur me presione apo provokime që të i kalojnë kufijtë e lojës. Kërkojmë transparencë dhe reagim të menjëhershëm, shtojnë ata. Reagimi i tyre përfundon me thirrjen që produksioni të garantojë një ambient të sigurt dhe të drejtë për të gjithë banorët. Mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!